Në juglindje të vendit, kriza në sektorin e blegtorisë po thellohet çdo ditë. Familjet fermiere që dikur mbushnin stallat me bagëti, sot po braktisin këtë aktivitet jetik për shkak të pamundësisë ekonomike. Çmimi ulët i qumshtit, kostot e larta për ushqimin dhe mbarshtimin e kafshëve, si dhe mungesa e subvencioneve nga shteti, kanë bërë që fermierët të punojnë me humbje. Me çmimin që marrim nuk nxjerrim dot as parat për koncentratin, thot një blegtor i zonës së Fierit, duke shprehur dëshpërim dhe pasiguri për të ardhmen. Fermerët fajsojnë mungesën e mbështetjes nga shteti dhe mungesën e kontrollit ndaj grumbulluesve. Për shumicën e familjeve të zonës, blegtoria ka qenë për dekada e vetmja mundësi mbijetese. Sot po shesin kafshët një nga një. Nëse nuk ndërhyet më shpejt politika reale mbështetëse, ky sektor rrezikon të zhduket, duke goditur rënd ekonominë rurale dhe duke lënë pa të ardhura mijëra familje shqiptare. Fermerët kërkojnë urgjent ndihmë për të shmangur falimentimin total të blegtorisë në vend.